të trasë dhe këtë intervjist. Eja, dashtë të falindroj shumë që në studio. Përshëndetje, atë pas ka mungu, kalzëm drejt, atë ka mungu studio, dritat, kolekt, ekrani, rato. Pas ka mungu shumë, ta shë logaritje edhe si shpitem, për shkak se kemi kalu një ko shumë gjatë bashkë, më pas ke mungu te, ku je? Edhe bu ke mungu dhe unë thash para se t'vjen në studio gjësar, vjen prilli maj që bëhemi gati për emisionin e verës, të përmendim se realisht ka qenë një edicion shumë i suksesshëm që i kemi bo bashkë, dhe kur ndojmë brapa përveç profesionales, kemi dhe kujtime shumë bukura, qoftë promoja, qoftë eksperiencat në studio, a e kujton shpesh? Unë jam shumë e lumtur për faktin që karierën e parë televizive, ashtu si moderatore e kom fillu këto, edhe krahas punës kom fitu shok shumë të mirë, që jeti edhe komplet ekipa e të shtatë. Pse nuk të kom pa më shpesh në intervista në ekran pas përfundimit e ati edicioni? Unë kam mendu që kam të pa më të shpesh, nuk e di në për debate, në për intervista, mbadi edhe në karierë të dy diku tjetër në ekran, por nuk të kom pa shumë shpesh, alisht si vjetë bën 3 vite që ka përfunduar eksperiencë. Me televizion nuk është që kom shku shumë edhe si mësafire, ka pas ftesa, pa tjetër që po, nuk është që e kom pat rrugës shumë për me folë për njerëz tjerë dhe ma herët ose për do tema që mu nuk më takojnë. Kështu që ma mirë kom zjedhë me najtë dhe me vazhdu punën tem, karierën tem të modelingut, edhe të jemi me folë për të. Edhe i ke po shumë mirë, ke përvacuar disa herë Kosovër dhe unë kam në Instagram dhe ishish angazhimit të tua gjatë gjithë kohës, lëvizjet të tua jashtë vendit. Si do ta karakterizoj këtë 3 vjeçar me punën tënde? Çfarë do një si highlight, nuk e di si... Nëse kisha përshkru me një fjallë, është një ëndër e realizume. A i fëmija vogël besoj që ta shkun të duar të rëkit shumë. Qaja. Unë e punoj punën tem, punën që e kom dasht konstant, kështu që s'ka ma e lumtur se mu mirë me ato që të jetan. Unë po besoj që ti ndjen shumë krenari kur përfaqësohet Kosova në për vendet ndryshme. Këtë kemi diskutuar disa herë dhe po besoj ndjesh e privilegjuar që tërheqet emri yt kur përfaqësohet Kosova. Cila është ndjesia kryesore në këto përfaqësime? Përveç stresit, shpend. Përveç stresit, ma mërmendja. Përveç stresit se normal është shteti që përfaqësohet për mes teje dhe synimi kryesor është me bu shtetin krenar, ma ndej veten. Si më duket largosh pak për petku të emrit tënd, do më thonë përfaqësohet Kosova, nuk ka të bëj karakteri personalitetit. Unë jam Kosova në këtë rast në përfaqësimet e tua. Në fakt e përfaqëson Kosovën, e përfaqëson kulturën, e përfaqëson mentalitetin, krejt këto dhe njihesh si Kosova. Ku shkon atje nuk është të rasin emër tën, po të rasin emër të shtetit. Kështu që është këgja privilegj, është edhe stres, se unë të paktën mundona me përfaqësu në mënyrën tëmë më të mirë të mundshme, po besoj që ja kemi dalë. Po, ja ke dalë shumë mirë dhe më përbesoj që përveç profesionales ku shkon me prezentu Kosovën, merë shumë nga konkurentet e tjera kulturat të ndryshme, vinë nga mbar bota, është interesant kjo pjesë, apo këto prapa skena pak të këtyre vende, për shembull kemi shku tani në Tajland, ke qenë në Egjipt, po flasim për destinacione shumë të largëta. Po. Në fakt po, edhe nuk është gjithmonë ajo konkurenca që shihet natën finale, na zakonisht ndajmë edhe kujtime shumë të bukura me to. Duket shumë egër në ekran, duket shumë e vrash, duket shumë... Është në finale, është fakt, se kur e këshyrë se cila ka shku për me e fitu edhe në momentin që shkon mandej harrohet ajo shoqëria që ti e krijon, po gjatë rrugtimit na krijojmë edhe momente shumë të mira, shoqëri, ka qika qenja që 3 vjetë në shtas, si jemi taku mo për shkak të kohës, po ndoj mesazhe kur ka ndaj sukses të ndryshëm edhe i urojmë edhe gëzona dhe unë për to një që besoj edhe ato. Sa janë ndryshe për teje, pa flas për mentalitet, për kulturë, sa janë qiltërta, sa e shprehin xhelozin, stresin për garën? Unë mendoj që edhe atje është një si njerëz që i takojnë në jetën e përditshme. Dikush është ma xheloze prej natyrës, dikush është shumë suportive, dikush është e qetë, edhe shtetet mendoj që i kanë përfaqësueset njëjtë si njerëz që na i takojnë në jetën e përditshme. Është një mix i bukur, po që ka lloj-lloj mentaliteti, lloj-lloj karakteri, dikush është xheloze, dikush se pranon faktin që hub, dikush është shumë mirënjohës për rrugtimin. Cili ka qenë përfaqësimi që ke kalu më të miri? Për flasën pra pas skenë, që ke kalu bukur edhe kur jashtë asaj që kemi pana? Miss Globi, besoj. Ndoshta që unë mbajt në Shqipëri, ka qenë viti 2022, ka qenë gara e me parë internacionale, edhe u konë edhe si vendi jonë, Shqipëria është e njëjtë, përveç garës internacionale që ka qenë, mendoj që edhe vajzat, konkurrente dhe organizimi ka qenë shumë i bukur. Më duket që është shumë vështirë me kriju shoqen këto gara, po më thaj që po.
Po, në zakonisht me Shqipërinë i kom punë të ma mirë, kur shkoj Me fshinjit. Po, kur shkoj me flasim të njëjtën gjuhë, folim ma shlirë, për shkak se atje s'na kupton kërkush, edhe zakonisht jo, se kemi konkurencën për kundrazi, edhe si vjetë jemi bashkë me konkurentën që kemi qenë në Miselit në Gjep, edhe ajo është e Shqipërisë, kështu që besoj kemi mu knaqë, kemi me kalu mirë, me kriju kujtimet mira, sot e adit e vazhdojmë shoqërinë edhe jashtë eventeve. Kështu që Shqipërinë vlen me cekë që e kam zakonisht ma për zemër, ma ndej edhe me konkurrentë të tjera, po. Edhe pse është e vështirë, nga njëherë po. Ka gjelozi, ka inatit, që është e thash edhe ma herët. A mbushësh me këtë energji, se po besoj në duhesh me qenë në versionin tënd më të mirë në skenë, kur dela? Jo, pak ndikon lodhja është e vetmja që ndikon, për shkak se ki shumë pak kohë me flajt, me pushu, jeton kohën me taka, je në sfilat ose je në prova, kjo besoj që ndikon ma shumë përveç energjisë, energjin e kryon vetë, të paktën, unë besoj që kam shumë njerëz, kam një ekip shumë të mirë mas vetës që nuk është që ma lanat energjin për mushteru në i herë. Okej. Do flasim për një sukses të ndin të radhës, unë pash pak në Instagram, a spjegove dhe pak para së ty në studio, që po flasë për një alt star që do të ndodhë në Tajland, e që është përzgjedhur Kosova bashkë me emrin tënd. Më thuaj pak sa ka stres, sepse është më veçantë se garat e tjera, po flasë për një best of të përfaqësimeve tua. Qështë është edhe ma herët nuk është që kom planifiku me marrë pjesë me një event mo, për shkak se veç që kom fitu një garë internacionale, ka 2 vjetë tash. Se pjerdhe kjo? Se u bëpuna? Për mes Miss Shqipëris, na kemi bashkëpunim të ngusht tash e sa kodë, me thonë prej Miss Globit, edhe ata e kam përfaqësin edhe për Miss Grand International, edhe ma dhanë ftesën që me shku me përfaqësu Kosovën, për shkak se atje duhet është garë për herë të parë në histori që realizohet, është veç për fituset që kanë marrë pjesë në për gara internacionale, qoftë fitusja para, po dhe fituset të nëjqmimi tjetër në gara internacionale. Edhe ma propozun, interesant, më ndroj menën. Pate me dyshin fillema? Se di, nështë ta me marrë pjesë jo, po që kjo pjesë adiri sot bush gati atje, pak po. është pak e lodhshme edhe shedina na krejt përgatitit e krejt këto senet na duhet mi bu vetë, përveç ekipës që tashmë unë e këm, edhe kjo ke pak e lodhshme si stres ma shumë se sa lodhje, edhe po thash, okej, është për herë të parë në histori, është diçka që besoj e ko meritu edhe hajde vëbojmë. Pak larg Tajlanda, a e shion vendin edhe ku shkon përveç prezantimit? A mundosh me shiu Tajlandën? Po, mundohemi, po, na zakonisht e kemi edhe një plan që duhet me qëndru në plan zakonisht, na çdo ditë tash e kemi edhe planin që tash është edhe i postu mundemi me pa ka shumë çka mundemi me bu gjatë ditës. E shijojmë pak, ma shumë është punë, për shkak se unë kur shkoja me fokusu me 100% me dalë ma e mira e jamja, edhe shtetit e normalisht, po e shijojmë, edhe brenda atyre kornizave që kam përgatitur edhe Miss Grande, mundohemi me shiju pak. Është një paragjykim që përse edhe ti e vetëdijshme që kështu me fol me ty sa për këtë angazhimeve tua apo dhe kolegeve tua duket shumë punë e lehtë. Po. Duket shumë përse është një vajzë e bukur, e përfaqëson Kosovën, shetit jashtë vendit, takon njerëz të tjerë, jetën shumë të lehtë. Paragjykohet, po më duket për realisht është një punë shumë e vështirë, nëse veç ndalemi udhëtimet mjaftojnë që të lodheni, po sa ndjesh e paragjykuar për këtë pikë? Ndjehem fakt e paragjykuar, besoj unë kom hek dorë mi paragjyku njerëzit momentin që unë kam qëtë profesion. Për shkak se nështë atu marë paragjykime shumë për veten, kom thonë, okej, nuk mundesh me a kuptu punën dikujt, pa qenë pjesë e saj, edhe të paktën ma mirë është me befasu për të mirë njerëzit mas që aty në paragjykimeve, menoj që ma mirë është me pas një menim të keq, ma ndej mi andru, se sa me pas... Mendoj që nuk i dim prapaskena, që ata të pyta për prapaskena, e nisa bisede në prapaskena, sepse nëse më shojnë mua në Instagram, në ekran e din që duhet me thirë mësafer, duhet me bogati, ndërsa për juve është një botkuptim që nëse hynë në Instagram të këty, duket sa e bukur jeta, vajzat reja lakmojnë, kanë dëshirë të bëhen modele, andaj edhe në fëmiri rritet kjo pak që adem e shijojnë jetën shumë. Pak mendoj që është edhe faji i onë si gjenerat që nuk është që flasim shumë edhe për prapaskenat. Mendoj që është shumë e rëndësishme në çfarë do profesioni që të marrë pjesë. Unë sot di mi tregu një modeles tre,
në momentin që ajo vendos me bu diçka, di mja tregu të mirat edhe të Qa me bo dhe qa mos me bo, po. Në kohën tam nuk është që e kom pas një mentor që ka mujtë me më tregu mu se cila është rruga ma e mirë për me bone. Mu ka dosht mi kalu vetë, me të mirat, me të këqijat, me gabimet, me ato që unë i kom bo mirë, edhe mandejnë është ta me vendos cila është rruga ma e mirë me shku. Sepse në botë flitet një botë shumë e erët, e për modele, për supermodele, ngacmohen, keq përdoren, keq trajtohen, kur dalin për paskena për supermodele më të famshme në botë që nuk do ta kishte mendja që e ka atjet, ka një shumë erët larg këtyre ekranit. Kjo është edhe arsyeja që mendoj që flasim shumë pak për qëtë pjesë, edhe është faji jonë që unë mendoj që në rastin që ty të ndodhë diçka e tillë, sidomos në punë, mendoj që si ti edhe unë edhe secili e ka punën shumë të shajtë, edhe në momentin që diçka ndodhë ma mirë është me folë, që të paktën mja lehtësu dikuj që vjen mas teje. Që kjo është ajo që mendoj unë. Fatmirësisht nuk është që kom pas në farë historie shumë të keqe ose të rondë për me e bo, mendoj që edhe kom qenë me fat. A ke pa nga afer historit këqia? A ke pa që... Jo, nuk është që kom pa, besoj që edhe nëse kisha pa jëm tip që reagoj shumë shpejt, për shkak se nuk i bëj pa drejtësit pas nuk i du, edhe normal që një në raset ndryshme një në plot, po mendoj që duhet me reagu. Gjithë se cili, sidomos në punën e vetë dhe në ëndrën e vetë, gjithë shka ke që duhet me ndodhë me folë. Sa ishte okej familja në këtë pikë? A kishin dyshima ata? A u frikojshin nga kjo prapasken? Jo, në fillimet e mija ka qenë vllaja jam që më ka suportu i pari. Që ditëresht. Për një vllaj shqiptar që ditëresht. Shqiptar edhe drenicak. Ka qenë suportues shumë, ka qenë i pari ai që ma ka bu... Është ma e madhe e vogël? Është ma e madhe, ma e vogël e shpis. Edhe prej atëre kom pas përkrajen 100%. Pas ke pas përkrajen kryesore. A i ka shtia da tjerë. Për ata tjerë s'ta ka nimo, vllaun e madhe kom krak, shtë që shumë e bukur. Ka qenë po, përkraja ma e madhe ka qenë ai, që sot e adit besoj që nuk e falenderoj mjaftueshëm. Okej, shumë e bukur. Diçka që më la shumë përshtypje tash, se krejt e kanë di që unë nuk është që kam marrë pjesë me një event internacional, edhe pse nuk është që bashkëpunimet kanë mungu, ose shootingat, ose punën që unë e bëj, po jo me evente mu. Para se me vazhdu, pse ky vendim ka që i prerë që mos me vazhdu me evente mu? Po për shkak se unë veç, ëndra jam ka qenë me fitu një çmim internacional. U realizu, edhe nuk është që ka pas një event shumë të madh që ja vlen me marrë pjesë mase që te fiton një kuror internacionale. Ky ka qenë qëllimi, jo që u kon një diçka që mu ma ka imponu me thonë jo. Edhe kur e fola me shtëpis, unë jetoj me prind, edhe fola me babin, edhe thash që më ka arë një ofertë qështo, me përfaqësu Kosovën, është një event të ndryshe, veç fituesit marrin pjesë, qështo. Thash shka, dhe kja shumë emocionum, kja shumë pro me shku, thashe, me të pyt, se tash kur rritesh pak edhe e kuptan, bëm pytje ma shumë pëse nuk ma ka nalë në i herë. Ti interesant me ti pëse të kam besu? Edhe pyta babin, thash, unë shumë e rej kom njësë, edhe pëse të pak të nuk i ke pas dyshimet e tua. Tha se unë kom fillu me punu shumë i ri, ka fillu me punu 16 vjetë, edhe me mbajt familjen për shkak se babi ti ka dek me një moshë shumë krej. Edhe tha, e kom pas ëndër me qenë futbolist, nuk kom ujt me ja realizu vetët, ty s'muj me ta nëllë ëndrën. Qa e bukur. E ti në cilë moshë ke debutu? 16. 16, emocionon me pak. Pak po. Pse em, vjen keq tani për fëmirinë dhe rritjen e babit? Po, në fakt po, dhe kisha dash që se cili një jetë e kemi me jetu dhe të pak të në mindje ka ndra tona. E cili kështu e kemi suportues babin a mamin, ose cili të kritikon më shumë, cili... Për shamu pas kësa interviste, kush është në telefon që ti kalëzën... Mami është në gjendje më thonë edhe vëth i kitë më dhaj, ose diçka është shumë detajiste, gjë që është shumë e mirë për mu për shkak se nuk ta bën rafsh asnjëherë. Babi është ai tipi që të suporton, është pak më i ftoftë, është më racional, po mbështetjen e tij e ki, mami është detajiste, do më thonë, s'po di, ajo ta gjeni defekt. E ti si ti ki ngjo më shumë, karakter, personalitet nga cili ki marrë më shumë? Se duke shumë e qetë, nuk e di apo është nërpas nërë, po duke shumë e qetë, realisht. Qetë janë të dëtë, menoj që qetësinë e kam prej të dëve, nështë ajo pak ma racionale se babi, mami është ma emocionale, zemrën e kam të dëve, të dëtë janë shumë zemër mirë, kështu që jam një mix, besoj që ja ku marrë të mirat e të dëve, që ashtë të më thojnë, nështë ta ma bojnë qepin. Em të qenurit mesat ka ndryshu pak, nuk e di, po flasin për një qëndrim, po flasin për një racionalitet që pëtua që nuk duash që shumë emocionale, atë ka
shape, po ti që Po, mendoj që më ka formësu edhe krejt ato të mirat të pakta ose të shumë të ata zhvaret edhe njerëzit që shishojnë, po krejt ato të mirat që i shët e vetja, është krejt falë profesionit që e kam. Më ka ra me pa shumë, më ka ra me najt me njerëz më të mdhej se une konstant, edhe mendoj që kjo kun ma e mira, mi marrë ma të mirat për krejt atyne që unë i kam pa. E tash nëse këthesh mbrapa se the 16 vjeqare, mo shumë rej, po zakonisht kështu nicin. Po, besoj që krejt modelet të fillojnë moshë 3, nëse e fillojnë deri moshën 20-25 vjeqare, mendoj që nuk e fillojnë mo, për shkak se rritesh... Ka një limit, po thua? Jo, po mendoj që menimet të ndryshojnë, rritesh, je shumë ma skeptike qka thojnë tjerë, qka do që bot, kur je 16 vjetë nuk menon për kur gjë, okej, hajde për bojna edhe... A kështë bot i qka ndryshe, nëse ishe këty në fillim? Se di, besoj jo, unë gjithjo me ati parimit që gjithë shka ndodhë për një arsye, edhe masi krejt ajo që ka ndodhë për një arsye të caktume më ka pru mu ku jam tash, që jam shumë e lumëtër edhe krenare, mendoj që s'kisha ndru kur gjë. Nështë ja kisha lecu vetës edhe nuk isha punu aqë shumë, nuk isha mundu aqë shumë, po nëse kjo është aj përfundimi final prap jo me lumëtër edhe kisha punjet. Em në një periud kohore ke qenë shumë virale. Diskutove shumë, pa të pas intervistën tonë të parë pas ajer dhe emisioni verës, do më thonë e kishe juar pak këtë viralitetin, se si njerëzit linqojnë publikisht, kanë komente, lajka shumë, nuk e di. A të pengon kjo në këtë pik tjetës që jeme këtë famë, këtë sukses të ndin si modele, a të pengojnë pak rjetët sociale? Jo, rjetët sociale nuk më pengojnë, krejtë që ka më pengon mënyra që njerëzit zgjedhen me bu viralitetin, edhe ka qenë për keqardhje në fakt, se unë shkova e përfaqësova Kosovën atje, fitova një garë internacionale për herë të parë që një vajzë e Kosovës po shkon në Egjipt, për fiton një çmim kryesor, edhe po kthehet po folet për kryetarin e Leposavicit, edhe thërshen krejt njerëzit me fol për çato. Po thua që i bëjmë gjërat virale, ato që nuk duhet bërë virale, nuk e bëjmë gjërën kryesore, po merremi me... Nuk është që i dhojnë zo shumë sukseseve, sidomos na kena shumë njerëz sukses shumë edhe kena shumë njerëz që mundemi mu krenu me ta, të paktën vitin tjetër që kom shku me dorëzu kuroren, ka pas shumë gazetar që mund kanë thonë për herë të parë, kom hulumtu për Kosovën edhe ishtë një histori shumë e veçantë, që realisht nuk e kanë ditë as ku është Kosova me lokacion. Unë tash kemi thonë që është afër Shqipërisë, që me e kuptu paka shumë edhe ku gjendet në hartë. Edhe ti po shkan edhe po përmendet shteti jote edhe po fiton, po vjen me një kuror edhe po vjen po folet për diçka që është shumë e thjeshtë, shumë bazike edhe që nuk duhet as me u përmend. Qaj është për me të ardhë keq, mendoj që na kena shumë suksesi që njerëzit mundën me folë dhe me bu. A të ka trash lëkura tash? A e më okej nëse folët, nëse diskut? A e ke kuptuar dhe me thonë? Po. Që ka bëhet virale, se fatkecisht gjërat që duhet bërë virale, sepse zakonisht ma thonë këtë mund, ka pas rase, ka pas të shkrimësar në studi, kemi përvuar libra, kemi bërë diskutime shumë ndryshme, psikolog, neuropsikolog, dërmit me kam pasur për shembull impaktin që mund ta ketë kjo intervistë. Edhe nganjëherë thonë pse s'pe thirr këta, po ka shumë intervista, cilët nëse hyni edhe i shikoni gjeni mundeni me i pa. Ka njerë gjykojnë shumë sepse kështu, po realisht ka për gjithë shka rjetët sociale. Nuk është faji i gazetarve, unë mendoj që është faji i njerëzve në përgjithësi që i dojnë zotë gjonave që se dhe tjetin si bërët emisioni. Ke qenë këtu e posa njerëz e kemi pas, edhe qka bo virale, qka so bo. Fatkeqësisht është kjo, nuk ka kur gjë të keqe nëse ti e shet diçka dhe bën virale të pëlqen ose nuk të pëlqen. Krejt çka kom qef unë është që të paktën edhe sukseset e njerëzve që nëse dikush i shkon venin tem, kishton okej, kjo nuk po bëj, ka nuk është që po përmen ka ose po do artrokit ka me një fjallë, hajde po bujna diçka që është ma e thjesht, po bujnë viral edhe po vazhdojnë për para. Qëta s'kisha pas qef me ashtu për krejt generatat e reja mundi keq edhe mos me vazhdu, veç pëse diçka nuk jepet të rëndësi. E kuptoj se trit përjeqin shumë dorë nga ëndrat e tyre shkaku i rrjeteve sociale. Ose po influencohen prej gjanave që janë ma të shpejta edhe kanë viralitet ma shumë edhe po vazhdojmë i buq ato. Okej, nëse një vajzë e vogël për na shetash, në këtë intervistë, është para ekranit dhe ka dëshirë shumë jetën tënde. Dëshiroj ta përfaqësoj Kosovën, dëshiroj të bëhet mes, është bashkë me prindrit, të e shiku këtë intervistë. Çfarë do ta këshilloj atë dhe prindrit? Çfarë do t'i thoje? Çfarë është e rëndësishme për një 15-16 vjeçare që e do këtë ëndër, ta di? Edhe pse shumë herë që të kuptojnë, po të kuptimi nuk e di, po çfarë do doje ti mbesje mendja asaj kur tritet? Mendoj që më e rëndësishme është me ndjek ëndrrën tonë. Edhe mendoj që Zoti asnjëherë nuk t'i mbyll rrugët edhe gjithmonë kime pas shpërblim për çdo punë që ti e bën.
për prind është shumë e rëndësishme që mi besu fëmijës vetë, edhe qatë moment që ti i beson, ti ja jep edhe një ndjesi, një bagazh ma shumë, për shkak se kur është besimi i madh, ti gjithmonë e runë mos me e thy, gjë që është shumë e rëndësishme. Edhe mendoj që çdo fëmijë që e ka besimin e prindve, është qaj fëmijë që ka me pas sukses ma shumë, se nëse dora e familjes tonë nuk përkra, nuk duhet asnjë dorë tjetër me të ngritë. Kështu që mendoj që përkraja është shumë e rëndësishme, sidomos prej njerëzve tu, unë jam këto fal prindve të mi, fal familjarëve të mi, edhe fal që asaj dorës që s'm kalshu asnjëherë. Okej, shumë e bukur. Po largoni tani pak prej mistit, për profesionit tënd. Jeni një vajzë e bukur shumë. Edhe në rrjetet sociale me shumë lajka, shumë komente për këtë. Unë dua di, a ka ndonjë çmim që duhet paguar, ti je shumë e bukur, a ka ndonjë sakrificë, sa të hapën dyert, po flasë vetëm të aspekti fizik, sa e ndjen ti këtë peshë, ose kur ke qenë më e rej, më e vogël, që është komentuar shumë pamja jote e jashtë me dua di, si jetë si tërsi? Çmimi ndoshta më i madhe që ti mundesh me pagu është për faktin që njerëzit nuk kanë ashtu atë interesin për me ta njoft brendësin. Mjaftohen me pamjen edhe brendësin e lojnë anash. Kjo më ka pengu konstant, sidomos kur unë jam konë më e re, për shkak se tash i zgjedhë njerëzit vetë, e kuptoj paka shumë se menimin edhe çka po intereson njerit, edhe nëse ti nuk jenë gjendje me ma njoft brendësin, veç nuk afrohesh afër meje. Po ma herët nështë gjithmonë kom dash me njoft atë brendësin të jem konë shumë dëshmu njerëzve që okej, jo me bukur, po... Edhe kom dash me dëshmu që jo me mirë, more. Jo me mirë, more. Ashtë vështirë, se po më duket edhe në këtë intervistë, nëse flasin, fokusi gjithë mu ka me qenë të edukja jote. Po... Masë dhe profesioni e bënë pak tjilë, që mes prezentohet vetëm bukuria... Po, fatkeqësisht të na është ajo bindja që mise e përfaqëson veç të bukurën, jo, përkundrazi. Momentin që ti shkon me një event të bukurisë, ka mu pa mënyra qështi jesë, mënyra qështi rrenë, mënyra qështi komunikon me njerës, sa e shoqnu me jesë, sa e dash në jesë si person, qëfar karakteri ki, edhe kanë mu pa krejt ato lëvizjet edhe ty kanë me të definu, për bukuri ka plot vajzat bukura, ka pas shumë vajzat bukura të cilat nuk kanë mri me qenë asë në finale, për shkak të karakterit. Kështu që nuk ka të bëj veç bukuria në botën e misit. Për këto gjithmonë dhe kur jam qenë më i vogël, kur i kom pa misat e këto gjithmonë më ka interesu, se... Ka pas shumë vajza ma të bukura dhe nuk kanë fitua, po. Ka pas vajza shumë të bukura dhe nuk e kanë marrë vendin e pare, ka marrë dikush tjetër, po ka qenë qëndrimi, ka qenë autoriteti, ka qenë karakteri, të se kështu është edhe në muzikë. Po. Pavarësisht ka dikush që ka shumë za, po karakterin dikush tjetër që ka më pak za, shpërthen më shumë sepse afrohet tek masa më afër. Kështu është edhe tek misja. Po, edhe unë mendoj që edhe njerëzit veç që ja ka nisë me po, edhe tash besoj e din që nuk është që duhet ju një aparencë për me qeni sukses shumë mirë që u hek, fal Zotit që u hek, për shkak se na kena shumë njerëz që e para punës nuk ka njerit keq. Mendoj që bukuria, aparenca është diçka që nuk është në dorën tonë, na ka kriju Zoti, edhe krejtve na ka kriju të bukur mënyrën e vet. Po, ajo që e bën ma të bukur është veç mënyra që është ti sillesh me njerëz. Kështu sa dyert ka hapur përveç misit qenërit e bukur? Ka hapur dyert, po... Raporte me njerëz, jetën tënde të përditshme... Po, zakonisht puna jam është u lidh me bukurinë. Do me thonë punën që unë aktualisht e bëj si modele, e bëj konstant tash sa vite, edhe duhesh me najt gati me pa tjetër, për shkak se është bukuria ajo që vijetën pa. Po krahasoj, unë e kam njerëz shumë të mirë afër vetes që veç bukurinë fizike nuk e shojnë, e shojnë bukurinë e zemrës, kështu që mendoj që qaj është më e rëndësishme. A ke ndonjë regjim kështu në kujdes ndaj vetit? Kur jam afër eventeve, po. Kur jam kështu që nuk është që kam në event caktuar ose diçka, hofli. Jam prish baka. E prish pak. Fatmirësisht unë nuk jam asaj tipi që muna me lujt me peshën shumë, përkundrazi heki për me shtu peshë, kështu që zakonisht afër eventeve, po. Duhet një regjim. Sa ndjen vetën Drenicake, sa ndjen vetën nga vendi yt, sepse ta përmendin shpesh, ta komentojnë shpesh, edhe më duket që realisht vajzat Drenica shumë bukura. Ka? Po, janë shumë bukura, se ka shtu folë shumë mirë për Drenicën, këtë ndala jo zemra. Vajzat e Drenicës me qatë që unë e kom pa, tash unë jetoj për një kohë gjatë në Prishtina, mo mendoj që është shumë pak flitet për to sa të bukura janë. Edhe jam shumë Drenicake në zemër. Çka të pëlqen shumë ti Drenicë, ose mbase nga rritja jote atje, si është karakterizuar si vend me rritjen tënde, dua të dija, sepse
Ka teori të ndryshme për Drenica kur flitet në përrejtë Kreç sociale. më vjen keq për faktin që nuk njihet Drenica mjaftueshëm, edhe njihet veç për historitë e luftës, që patjetër që nuk duhet mu harru asnjëherë, edhe unë jam rrit me qatë frymë, unë jam rrit me frymën e luftës, jam rrit me kujtime luftës që ata mi kam përmend, unë jam me vitit 2000, nuk është që unë karo me përjetu fatmirësisht, po familjarët e mi e kam përjetu. Çfarë do doje njerëzit ta dinin për Drenicën që nuk e din? Çka kisha dashur me ditë është veç për faktin sa njerëz mikpritës janë, sa mendje hapur janë, gjë që nuk e din, edhe dyshojnë shumë, për shkak se zakonisht kur mbjan mu me fol me njerëz edhe me di që jam drenicake, okej, se jo jeni të shtirë. Nuk janë? Jo, nuk janë shumë mendje hapur, janë shumë njerëz mirë, edhe janë shumë mikpritës. Çka kisha dashur me vum pa ashtu ma shumë që njerëzit nuk e din. Shaha, gazetari e emisionit Kanape, ka realizuar një material shumë interesant për një fqift që janë kthyer nga Gjermania për të jetuar në Drenicë, një prej deklaratave që bë më shumë të virale, tha që Drenicakt jetojnë gratë shumë, kujdesen shumë për gratë e tyne. A i rritur ti me këtë fryme për kujdesin e babit ndaj mamit, nuk e di, sa që ndron kjo? Po, në fakt, unë jam rrit me atë frymen që ka pas shumë dashni mes vetës, po mu më karami pa, jashtë prindve të me dhe jashtë familjarve të me, mu më karami pa, se unë zakonisht jam edhe ka ana mamit jemi Drenicak. Double. Po, double Drenic. 2x. Edhe krejt njerëzit që mu më karami pa, është që kom pa shumë dashni mes vetës. Edhe janë gjeloz pak. Edhe janë gjeloz, a? Pak po. Ti, sot e doje t'ishte njëri të jetës nga Drenica? Nuk e kam problem, zero, përderisa është shqiptar, për mu është okej, nuk është që kom zgjedh nëjë, nuk është që kom këto preferencat e vendeve që me thonë e marrë Drenicak ose jo, për kundra se. Që me qenë Drenicak edhe mos me pas qef më konë shqiptar, s'ka shans, do të pa tjetër. Në vëtë që dhe du Drenica më vetës. Kur jemi këtu, po besoj që ti e mësuar me vëmendjen e djemve shumë. Në, nuk e di me punën tënde, në dalet të tua, për mes Instagram, a ka ndër e moment që të bezdis? E ma bërë ndër dikure tepër që janë shumët. Jo, ndoshta edhe për faktin që njerëzit, që shtash edhe ma heret njerëzit edhe kanë ndru edhe qasja e djemve, kanë ndru edhe nuk është që dikush mundet me të bezdis ose diçka e tillë, mjafton që mundet me ta shprehni pëlqem ose jo, gjë që është normale, edhe mendoj që krejtve i ndodhi jo veç mu, kështu që nuk është që më lem për shtypje diçka, për kundraze mu ndoket tepër e natyrshme, edhe ndoket që është njerëzore. Këtë njerëzit janë njoftu me një mënyrë, kështu që nuk është që është diçka ndryshet e na. Ndoshta e kam pak atë hezitimin, që nuk të flasin shumë për shkak se ki emër ose... Online të flasin, po... Po, ndoshta qaj është, për ndryshe njëjtë se krejt njerëzit e kanë... E tani, cilë është këndvështrimi ytë të kjo pjesë? Më thonë, a sheti shumë të rëndësishëm mbështetje në një mashkullin jetën tënde? Se deri në këtë pikë ja ke dalë shumë. Ka mjaftu vllau, babaj që kanë mbështetur burrat në familjen tënde, po e shet rëndësishme në vijshmërinë e jetës tënde? Ose vajza që e duan me patjetër ta kenë dikën, ha? Patjetër që po, sidomos nëse e ki punën e ngjashme ose je në botën e artit në përgjithësi, po mendoj që secila femën mbështetjen më të madhe duhet me pas partnerit. Kështu që është shumë e rëndësishme, sidomos në punën që na e bojna, që duhet me pas mbështetje edhe me pas përkraje gjithçysh. Unë jam rrit me një familje që më kanë mbështetur në jetën, kështu që s'kisha mujt me paramendu mos me pas mbështetje për njerit më të rëndësishëm që Nuk do ta bëjeni ndonjë sakrificë për dashuri që me u largu pak nga ëndrat e tua? Nuk mendoj që është dashuria ajo që shten ty me sakrifiku për ëndrat tua. Jo, shoh shumë vajza që për dashuri për shembull e lojnë Kosovën, dalin jashtë vendit. Ose zgjedhin një profesion tjetër në cilin janë më afër partnerit e tyra. Ka sakrifica nga më të ndryshme, ta? Nëse i shkon me ndru vendin për shkak, na nuk është që zgjedhim vendin ku me jetu, ose nuk është, në momentin që na e shohim personin, besoj që e zgjedhim personin vetë. Vendi është veç ajo sakrifica që mundesh me zgjedh për shkak dashurisë, ama jo ëndrat e tua. Mendoj që nuk është dashuri që ajo që ty t'i kufizon ëndrat e tua. Rren shumë rrjete sociale, shes se çfarë po ndodh? Kogja. Okej, çfarë po të pengon më shumë ti sot? Që po flasim, kur e qel Instagramin, kur e qel TikTokun, çfarë ka ndonjë dukuri që po të pengon tek vajzat, te djemt? Përveç ajo pjesa që përdorin viralitetin në mënyrën e keqe, ose përdorin shumë do gjana që besoj që nuk ja vlen as me i përdor, që ajo po më pengon pak, ku na kena shumë senet mira, që thash na jena si popull shumë i pasur me shumë gjana tjera që me përdor veç to. Për ndryshe diçka tjetër jo, mendoj që secili e shpreh talentin, artin e vet, mënyrën e vet, kështu që shoqër që i kena, edhe tani mendoj që secili njeri ka mundësinë për me zgjedh ato që e don.
në cilën rrugë me shku, kanë me ndëgju, kanë me pa, te kush me zgjedh me shku si unë sot e te, e kështu me radhë. Okej, kur jemi te kjo viralja, rekordet shikueshmëri kanë Big Brother, si në Kosovë, si në Shqipëri, tani kemi edhe ferma VIP që na ka shtu edhe një. Edhe një gajle ma shumë. Unë e kom prit që një nga këto edicionet pas verës do t'hysh ti. Unë po besoj që ftesat nuk të kanë mungu, sepse besoj castingu, ata që merren, producentët, kërkojnë vajzat bukura, djemë të bukur, kërkojnë modele, kërkojnë, nuk e di, aktora, duan ta bëjnë një shumë llojshmëri të personazheve që ishin. Unë kam besuar që kemi hy në një prej edicione, po pse nuk të kemi pa ftesë ke pas? Po, ftesë kam pas në Big Brother edhe në Ferma Web. Ferma Web ka qenë dogot para një vite ose dy, nuk e mbaj mend saktë. Kam pas ftesë, nuk e di, për mua m'doket që unë e para punës jam natyrë shumë e qetë. Qetësia vyn. Po, nëse më të prohet ma ndej shpërthej, që nuk është e mirë për mu. Se njerëzit që janë qetë, në debate dhe kur kundërshtohen, arrin shumë, dhe më thonë, ata që i kanë pas studje, që kanë pasur shumë fitues, njerëz kanë thonë që gjëra kryesore është qetësia, që ta ruash qetësinë. Çfarë do të thotë tjetri? Ose ndoshta mendoj që nuk e njoh veten mjaftueshëm, qysh e thash edhe më herët, për shkak se unë jam e rrethuar me njerëz të mi, me energjinë time dhe njerëz që zgjedhin vet. Tash në rast që vjen dikush një kas që njerëzit e kanë zgjedhur, që janë komplet kundër me njëri tjetrin, atëherë patjetër që besoj që kish me ndru pak edhe natyra jam, është pak se di. Apo thojmë kur ajo? Kur nuk thëmë najherë, përveç përsa në shumë të rëndësishme, po jo, nuk e besoj që e kam natyrën unë edhe, nuk e besoj që, për shkak se nëse te e ndërton një karrierë për vite me radhë, është një risk. Është një risk i madh dhe nuk e besoj që don me rreziku për 3 muaj që ndrem Big Brother. Sa ke shoqëri, nga kesh rreth ngushtë, sot për që ke ardhur me një shoqe, po sa ke rrethin e gjatë, sa ke shoqe shumë, sa ke shoqni? Nuk e kam shumë rrethin e gjatë. A ju beson njerëzve kështu për krijuar raport shoqëror? Jam shumë e shoqëruar si person, nuk i besoj shumë njerëzve, e kam rrethin shumë të ngushtë, mendoj që me ata njerëz që unë rri edhe kaloj kohë me ta, do të me që njerëz që realisht të më rrihet, jo veç për shkak një interesit saktum, kështu që e kam rrethin shumë të ngushtë, mundona me konë shumë e shoqëruar me njerëz dhe ashtu muhabeti bëj krejtve, po rrethin tam du me mbajt të ngushtë edhe sigurt. Në rregull. Jam pak protektive. Kur përfundon, nuk e di në moment ose kur vendos ti që mos marrësh për pjesën e për evente, që të largohet pjesa e misit, nuk e di, çfarë do doje të bëje? Ku e sheh veten në një format ndryshe? Në ekran do doja, po ke ndonjë pritshmëri ose ke ndonjë vizion, nuk e di. Po, në ekran nuk është që se komendu, edhe kisha dashur me pa veten. Më ka pëlqyer, e folëm edhe më herët, edhe thash hera parë që kam dalë jashtë pritshmërive për mirë, se unë jam shumë detajiste. Unë kam pasur shumë pikpyetje, jo për ty si po zakonisht kur vin vajza të reja nga mos eksperienca, frigohen, stepen, ti ke qenë shumë e rrjedhshme dhe ke qenë shumë vetvetja realisht. Mendoj që kam pas një krah shumë të mirë, shumë shpesh e them që e mira është që e kom nis këto, jam shumë e lumtur që kom fillu këto si eksperiencë, po jam shumë e lumtur që kom fillu krateje. Je konë ndihmës shumë e mirë për mua, edhe tash edhe kur e kujtoj nuk është që kam ndaj farë kujtimi të keq ose një stres ose një presion, se çka do që ka ndodhur kam di që të kam ty afër edhe e kishe rregullu ose e kishe kamuflu diçysh, kështu që unë jam kon shumë okay, jam kon e sigurt, jam kon mirë dhe ka dalë shumë bukur. Mbase do bëhemi bashkë, do bashkohemi edhe një herë për ndonjë format, ndonjë eksperiencë. E bëjmë All Stars. All Stars e bëjmë edhe ne. Kështu që nëse ke ndonjë ide në mendje, nuk e di, do të mund që të patjetër e flasim me kënaqësi. Unë edhe ashtu e kam pas plan për një kohë gjatë televizionin për me marr pjesë, edhe gjithçka që ka të bëjë me botën e artit, unë jam gjithmonë pro. Normal që pjesa modelingut edhe eventeve është deri me një kohë caktuar, për shkak se pak edhe lodhesh, pak edhe harxhohesh në atë aspektin që duhet shumë stres dhe shumë përgatitje me marr pjesë. Jeta ndron edhe vin çikatreja, edhe shqyrë që vin, se kur bisha ka një herë xherozin, leje se s'ka lidhje, shqyrë që janë, edhe prana shqiptare janë shumë të bukura, kështu që sa më shumë i pa bota dhe sa më shumë në evente me marr pjesë, sa më mirë për neve është. Ma shumë kënaqësi që të pas ato studio, realisht kish marrë malli edhe kështu me bashkëbisedua edhe me ditë se çaja ku të bëj gjatë kësaj periudhe dhe ishte shumë e sinqertë në këtë intervistë. Unë kom pa edhe të vlerësoj për ndryshe, se mendoj që je një prej emisioneve më të shikuara edhe është një arsye e fortë pse e këtë, se punon shumë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.